Muzikë, s'ka rëndësi. Së çështje kohë, prandaj falë se s'dua ndërpres. Plasë le dio. Fabulën e dytë. Pastaj më një herë pas 3 minutash do bëjmë një kështu. Do bëjmë një xhiro. Mbyllë këtë që të futem direkt te kjo Iqballe Huduti. Dhe ka zgjesuar, totalisht ata, sepse ne patëm me datë 30, patëm atë kongresin, konventën e ripërtëritjes Partisë Demokratike. Ka zgjesuar totalisht Partinë Demokratike. Dhe sheshi, këta njerëz, që dolën, dhe pra është një protest kundër sistemit. Po sistemi që kemi në Shqipëri është de facto një... Po të modelit zhvillimit më shumë. është sistemit. Po sistemi politik, modeli zhvillimit e gjithë. Pra, sistemi që kemi në Shqipëri është një sistem që ka krijuar Sali Berisha në 2008 në bashkëpunim me Edi Ramën, që ishte kryetar opozite. Tani ka ndryshuar vendet, por de facto ky është sistemi. Dhe ata bëjnë sondazhe dhe kuptojnë këtë gjë. Dhe tani, për shkak të algoritmit dhe për shkak të mënyrës në mënyrë jo pak inteligjente, ata janë përgjigjur duke hapur debatin Goxhaj. Goxhaj në mënyrë inteligjente nuk i ka replikuar, i ka thënë ai ka probleme me 5 pikat, unë jam ashtu etj, si duket, edhe i ka reflektuar në raport ashtu, por do ta diskutojmë në pikën e fundit. Ata që kanë rënë kurthin e kësaj gjës që ta përsëritan fillim fare, janë këta nga Kosova e Maqedonia, po ajo është pika e fundit që do të diskutojmë. A pse do kthehemi prap? Po te ajo pika e fundit? Patjetër. Ndërkohë kulla nuk është vetëm Goxhaj, Dritan Goxhaj, është dhe Iqballe Huduti. Po bëhet një frakryqi pa parë, personazhe të cilët si kishim dëgjuar asnjëherë në këtë jetë. Unë e kisha dëgjuar, kam parë në Kosovë. Kjo zonja me Shami, që nuk e di e ka Ledju apo jo. Ledju du të kesh një foto të zonjës apo jo, po se kesh shive të lutem ta nxjerrim pak. Doni më duket paracatisht dhe folin protest kjo. Dhe e etiketuan direkt si të lidhur me Iranin. Me këtë Khamenei. Ka një fotografi që është afër Khameneit. Jo vetëm aq, po dhe vetëm aq, ka dhënë në media dhe ka thënë, ai është lider im shpirtëror. Po e di më kam dëgjuar. Bukur. Tash në këto raste qeveria Ramsi është duke punuar shumë mirë. Jo, po tash po ju gjen gjërat të cilat janë në këto momente pak delikate. Jo, po në këtë rast ka një detaj që njerëzit nuk e dinë. Atëherë, kjo kanë arrestuar gjë këtë në Kosovë? Po, e kanë arrestuar. Kur? Prandaj po them para ca vitesh në 2020. Jo tani. Jo, atë. Tani ka një detaj në këtë histori që është shumë interesante. E para njerë, unë këtë mund të quaj kjo është një idiote e dobishme. Se ç'pun ka kjo me protestën në Shqipëri dhe me 1000 hallet që kemi këtu ne. Me ose nga Kosova. Është kosovare? Po. E kam bie me Berisha më duket. Kujtuam se ka Iqballe Berisha Huduti. Se ç'pun ka kjo që do përzihet këtu, sepse prandaj thash është një idiotë e dobishme. Tani s'mund t'ia thuash pun ka akulla. Çdo njeri është ka qenë tani pjesë protestash. Ora është histori tjetër, po protesta e Shqipërisë ka disa pika të nxehta që ka të bëjnë me mënyrën se si po s'mund të gardh atje se kush do hy, ja që ka ardhur. Po është, pra ky është problemi këtë po them, se ç'pun ka kjo. Se kjo i ka dhënë atë që i duhej atyre që kundërshtojnë protestën. Edhe PS-s dhe PD-s. Argumentin për të thënë që një mbështetëse e hapur e vedishme. Se ka bërë deklarata ajo, po. Me koshencë, jo, e mendon ajo ashtu, se ajo ashtu mendon. Po. Jo vetëm për Iranin, po për një seri çështjesh që kanë të bëjnë me botën myslimane, po. Jo vetëm me botën islame, kanë të bëjnë me mënyrën se si jetohet tjetra, për shembull, kjo ka dalë një herë dhe ka thënë që unë s'kam asnjë problem që burri im të ketë 3 gra. Ka të bëjnë me këto mënyrat e vetë atje. Po kjo vetë çfarë profesioni ka akullat? Themi 2 fjalë se nuk e njohin njerëzit. Asu se njoh, po kjo ka mbaruar 2 shkolla të larta, di një 3-4 gjuhë thuaj është intelektuale, nuk është pa ditur. Po pra. Edhe Ledjo shive gjençi foton e Iqballes. Nuk vjen as nga familja. Po rofsh. Nuk vjen as nga familja keqe nga çam kanë thënë. Po ky emri kullas e ti ke qefto, emri dhe mbiemri. Iqball do të thotë njeri me fat. Është nga osmanishtja, Iqball. Është emër turk ky domethënë? Osman më shumë se sa turk. Osmane. Po Huduti? Edhe ky është një mbiemër që vjen nga osmanishtja, po mos se di saktësisht, më duket Huduti është kufiri, domethënë. Ah, okay. Është një emër ashtu. Iqballe, çfarë? Po në Kosovë ka shumë emra të tilla. Sidomos këta në kohën që kanë lindur kohën e Jugosllavisë kanë pas vënë shumë emra të tillë. Iqballe. Dhe tash se ç'pun ka kjo, të vite protesta. Ja kjo është, ja. Po.
Goxha zonjë më burë. Po kështu goxha zonjë është. Intelektuale, me syze, me libra nga brapa, biblioteket, gjitha këto. Po, ki parasysh që qëndrimet e saj, në raport me çështjet që ajo e mendon, në raport me realitetin që kemi në Shqipëri, me situatën që kemi në Shqipëri, që ka dhe vetë protesta, është si uji që nuk shkon me naftën, o ti qanë, përzien edhe prishet motori. Po kjo s'do thot që këtë ta denigrojnë, apo jo? Kjo është tjetër gjë. I shprehapër opinionet është këta. Kjo është tjetër gjë. Çështja është që tani, nëse për të, se tash këtë do shpjegoj, sot drejtoresha e shërbimit informativ të Shqipërisë, është i kosovare. jo, s'është një kosovare, është Vlora zonja, po është zonja e cila ka qenë drejtuese në shërbimin informativ të Kosovës në kohën që kjo është goditur të është arrestuar. Ah, dakord. Dhe nëse AKI-ja, që është një agjenci shumë e mirë informuar dhe organizuar në Kosovë, Agjencia Kosovare për Inteligjencë, që një farko është drejtuar dhe nga zonja Ypseni, sot drejtohet nga njerëz tjerë. Ka patur për këtë zonë një dosje operative në atë kohë, e ka ndjekur derisa ka çuar në arrestime etj. Dhe këtë dosje operative, ndërkohë ja ka bashkangjitur, ja ka kaluar dhe kolegëve të Shqipërisë, pra Shërbimit të Inteligjencës Shqipërisë dhe Shërbimit Antiterrorit pra Ministrisë Brendshme, apo të Shërbimit Inteligjencë që ka Ministria e Brendshme që është AMP-ja. Dhe ata kanë bërë një dosje dhe kanë ndjekur në vite aktivitetin e saj. Ministri i Brendshëm, në bazë ligjit, ka të gjithë autoritetin dhe drejtën që ta shpall të padëshirueshme brenda territorit. I takon gjykatës pastaj të shohë dokumentat që ata i çojnë, nëse është apo s'është. Çfarë e akuzojnë përveç për deklaratat e saj pro Khameneit në Iran, Mjafton kundër Izraelit e tjerë. Është, më fal, është kapur në aktivitete terroriste zonja? Se di, është pjesë në një grupi terrorist? Këtë duhet ta tregoj dosja, prandaj tash në këto raste shërbimet inteligjente ngrenë dosje operative, të cilat pastaj nëse do ngrenë një akuzë ja çojnë prokurorisë, ose nëse zonja shkon gjykat me gjyqtar, gjyqtari i thret përfaqësuesit e shërbimit, ata që janë të pajisur me certifikat sigurie, dhe i thotë lutem sill pak dokumentat për si e ke marrë vendimin për këtë zonjë. 1, 2, 3, 4 e 5. Kështu që është ende e herët që nëse në rastin e Goxhait ne kemi shumë arsye të themi prit se po abuzoni sepse ai është njëri i hallëxhetje. Në rastin e zonjës jemi komplet në një situatë tjetër. Pra, ne duhet i lëm institucionet shtetërore me besimin që institucionet akoma funksionojnë këtë vend, të shkojnë në gjykat dhe të thonë që për këtë zonjë ka 1, 2, 3, 4, 5. Aq më tepër që ajo zonja që drejton sot Shërbimin Inteligjent të Shqipërisë ka qenë drejtuese në Kosovë dhe me siguri ka pasur informacion shumë të hershme në raport me aktivitetin e zonjës, cilën unë se njoh dhe nuk e paragjykoj. Por, po ta them edhe një herë, është një idiotësi e dobishme për ata që janë kundër protestës që një personazh i tillë ose një personalitet i tillë të shfaqet një protestë ku ajo nuk ka asnjë lloj pune. Themi të vërtetën, domethënë. Unë jam i pari, dhe ti e di që unë nuk kam pas qëndrime antiprotest, që them, ç'pun ka kjo? E kanë zgjerë të foton me këtë Ahmedinexharin. Shiko, këto pastaj janë... Po është kjo vërtet tu apo jo? Po, ajo mund të ketë qenë, po këto pastaj janë abuzime, po të shkojmë ne në këtë pjesë. Zgjerin kështu foto gjë. Prit, po të shkojmë në këtë pjesë, e disa foto mund të ketë se ne harrojmë që kemi pas për shumë vite bashkëpunim të ngushtë me Iranin dhe me shtetin Iranit që ka pas ambasadë këtu, me shoqatat e Iranit që kanë qenë këtu. Ky ka qenë në Shqipëri ky Ahmedinexhari. Të cilat Kone Enverit. Të cilat student ky? Se di, kështu thon, të cilat kanë financuar në ndër vite libra, aktivitete kulturore etj. Ti di, un kam qenë kryetari i kultes. Po e di. Dhe kam pasur një nga hallet që kam patur në atë kohë, ka qenë pikërisht filtrimi i këtyre aktiviteteve dhe bashkëpunimi me shërbimin informativ në atë kohë ka qenë drejtor Bariu Shaqiri, miku im, pikërisht për të ndarë shapin nga sheqeri dhe për të filtruar, po për këtë punë duhen institucionet. Prandaj unë them që është ende herët që sulmojmë institucionet cilat bëjnë punën e vet, sepse unë mendoj që institucionet, përderisa kanë marrë një vendim administrativ ministri, vendimin administrativ është i detyruar dhe shoqëron se s'bën me një dosje operative. Po pse çfarë vendimi është marrë për të Iqballin? Për dëbim nga Shqipëria. Për 15 vjet, po ministri i Brendshëm. Po kur e mor? Dia për dia më duket, mbas të ligjit që ka, dhe jepi drejtë ligjore, ka marrë këtë vendim. Tani ligji thotë që kjo zonja mund të marrë një avokat dhe të shkojë në gjykatë administrative dhe të kundërshtojë vendimin e ministrit të Brendshëm dhe pastaj gjyqtari e thret
Ministrinë e Brendshme, ata që janë aty, dhe thotë lutem paraqisni dosjen. Shkon një zyrtar me certifikat sigurie me dosjen, i thotë gjyqtarit të lutem duhet më japësh dhe ti certifikatën e sigurisë. Ne do t'tregojmë dokumentat sekret në raport me zonjën fjalë 1 2 3 4. E tregojmë fotografira, gjërat që ka thënë ajo. Në tyre dosje operative unë këtë se di. Këtë nuk mund të gjykoj, po me që unë kam qenë këshilltar i sigurisë kombëtare dhe me që unë këtë argument e njoh mirë, nga pikpamja ligjore si funksionon, po të them që nëse ajo zonja bëri një idiotësi dobishme për ata që janë kundër protestës, do t'ishte një idiotësi akoma më e dobishme të kundërshtosh pa fakte dhe pa dokumentacion dhe pa prova vendimarrjen e ministrit brendshëm për sa kohë aty nuk ka një vendim. Pra, jetojmë në një epokë, dhe këtu e mbyll muhabetin, ku jetojmë në një epokë shumë çuditshme në fakt, që është sa qesharake aq edhe dramatike, ku gjithë homologët e Iqballes në Amerikë, dakord, ose në Izrael, që dani dhe thonë Amerika ka gabim që ka bërë luftën e Iran, ne jemi me Khamenein, ne besojmë te kemi lider shpirtëror, ti thua janë në të njëjtin proces, sot siç është Iqballi janë në Tiranë, pra merret vendim që këto nuk duhet të futen në Amerikë? Jo, kur janë pyetje po të bëj. Kur janë shtetas amerikan nuk i jepet vizë fare, normal. Del një listë, dekrete që qohet FBI-s dhe e çon CIA bashkë me FBI-n dhe thotë ta njerëz nuk duhet pajisë me vizë, vinë në Amerikë normale, edhe në Itali. Ka fjalën, do bëjë një procedurë dhe në Amerikë për shembull, dhe në Izrael nëse do shfaqe një Iqball në një protestë? Po ka ndodhur shpesh. Jo 1 2, ka ndodhur shpesh. Që çfarë? Që s'të lejnë tyshën se të dëbojnë. Po vetë në Iran të dëbojnë burr. Për? Nëse ti ke një opinion kundër dhe është në Iran, kuptoj unë. Po. Po dalësh dhe thuash amerikanët janë njerëz të mirë. Jo më dalësh thuash amerikanët janë njerëz të mirë, jo, po dalësh thuash që regjimi është kështu normal që edhe në Iran. Kjo gjë që perceptojmë ne në Suaz. Shqipëria tani po luan, fatikisht se kjo nuk ka bërë asgjë kundër Shqipërisë. Pra Shqipëria po nxjerr sepse kjo nuk është me amerikanët, është me Iranin. Prandaj po të them ngadalë çik. Se ne jemi vend antar i NATO-s. Po. Ngadalë se unë e di si funksionon kjo gjë. Prandaj po të them. Po e kuptoj. Nëse në komunitetin e inteligjencës NATO-s ose 2-3 shërbime partnerët NATO-s, qoftë ky edhe një shërbim i një vendi fqinj, Maqedonia për shembull që është vendi i NATO-s. Vjen dhe të pajis me disa dokumente dhe ti hap një dosje operative. Ja çon këtë, merr vendimin e prokurorit për të bërë përgjime. Ja çon ministrit brendshëm, ke një dosje, cilën e ka bërë antiterrori, e ka bërë shërbime informative etj. Ja çon ministrit, nuk ke prova për ta dënuar ose për t'i ngritur akuzë. Po na mund të bësh në gratë. Ke gjithë legitimitetin që thuash janë në gratë. Na bësh në gratë. Dhe kjo është mbas ligjit. Edhe kur është qytetare thjesht, thotë që s'ka asnjë rol aktiviste ose të ketë ndonjë parti politike ose. Fakti që shërbimet ekzistojnë nuk do të thotë që ne duhet dim gjithçka nga shërbimet, dhe është si ajo që të kam thënë. Fakti që ti nuk e shef këtë gjë këtu nuk do të thotë që s'ekziston. Shërbimet janë një keqje domosdoshme. Qatë, nuk jam, e kuptoj shumë mirë. Dhe një nga dobësitë që ka zoturia që është kryeministri i Shqipërisë sot, është që këtë pjesë ka nënvlerësuar gjithmonë pjesën e inteligjencës, ndërkohë sepse ai ka pas gjithmonë zot këtë punë, domethënë, se duke qenë tip qytetar kështu që na duhen këto spionllëqe etj. Po shtetin këto gjëra e ruajt. Tani unë nuk e akuzoj dot të zonjën se nuk di gjë për të. Por fakti që ka marrë ministri i brendshëm një vendimarrje administrative për dëbim, aty bëhet një dosje e cila shoqërohet dhe në momentin që gjykata ndërhyn dhe kërkon informacion për këtë gjë, i vjen në dispozicion. Pastaj i takon gjyqtarit nëse është apo s'është kjo punë. Gjyqtari mund të thotë, jo vëlla, këto fakte nuk mjaftojnë dhe unë do t'ja heq urdhrin e dëbimit. E diti që kam pasur në urdhër dëbimi ndalim mosvajtje në Maqedoni për 5 vjet? Pse? Për luftën e UÇK-s në 2001, se isha mik i Aliamet. Se vetë Selanik? Jo, në Maqedoni more në këtu Maqedoni e Veriut, sa e quhej Maqedoni. Mendova se mos. Nëse unë hyja dilja dhe s'kam pas ndonjë pengesë, vetëm një herë ndaluam. Edhe pastaj morën telefon direkt ata erdhën, Fatmir Dehari ishte zëvendës ministri i brendshëm. Edhe shkuan panë dhe më akuzonin që kisha qenë mbështetës si UÇK-s etj. Po s'ka ne gjë sepse këto janë gjëra që zgjidhen, kupton? Pra, mjafton të marrësh një avokat, ta ndjekësh çështja e tjerë. Nuk është ne ashtu. Çështja është që të sulmosh institucionet e shtetit, duke thënë a priori pa njohur se çfarë thotë dosja. Vetëm sa ajo zonja ka bërë atë budallëk që është ka shkuar shpërzit diku që si takon për të mbajtur. Kjo është një gjë pastaj cilën ti i jep dim që shta në protestë. Po kujt diun se kam ndjek, unë se ndjek protestën. Unë as tani se kam dëgjuar kur ka fol. Kalojmë te fabula e tretë, Ledio.
Okej, bëjmë Giron Dorelan. Dorelani miq nuk është gjë tjetër se një super brand italian i niveleve të larta. Mbi 2000 dyqane në